Përshëndetje nga unë Klarista Sala, nxënësi në gjimnazin Fiqeridin e Maqellar në klasën e 11-ta. Për sot të zhvilloj një orë mësimore në lëndën e matematikës. Tema funksionet, arritjet, përdorimi simbolikës së funksionit, gjetja e funksioneve të përbëra, gjetja e funksioneve të anasjellta. Ushtrimi 1 thot, shkruaj secilën nga shprehje duke përdorur skemën e makinës funksion. Rasti A, 2x plus 5. X-i do të shëmzohet me 2, do të mblitet me 5 dhe do të jep y-in. Argumenti kyç 5 thot, një funksion është rregulla që gjen vlerën e y-it për një vlerë të dhënë x. Për shembull, y e barabartë me 3x dhe y(x) në katror janë funksioni simboli. Fx lexohet si f e x-it. F-ja është funksion. Ushtrimi 4. F e x-it është e barabartë me 10 përmbi x. F-ja e 5-s sjell 10 përmbi 5 duke zëvendësuar x-ën dhe del 2. Ushtrimi 3. Gjej vlerën e numrit të plot k. Rasti A, rrënja e 50-s e barabartë me rrënjën e numrit që shumëzon rrënjën e dyshit e barabartë me k rrënja e dyshit. Zgjidhje. Rrënja e 50-s e barabartë. Rrënja 5 në katror herë 2 e barabartë me rrënjën e 5-s në katror që shumëzon rrënjën e dyshit e barabartë me 5 që shumëzon rrënjën e dyshit. Nga ku sjell, koja do të jetë e barabartë me 5. Rasti B thot, rrënja 18-s e barabartë me k që shumëzon rrënja e dyshit. Zgjidhje. Rrënja 18-s e barabartë me rrënja e katrore e 3 në katror herë 2 e barabartë me rrënjën e katrore e 3 në katror që shumëzon rrënjën katrore të dyshit. Nga ku sjell, kjo është e barabartë me 3 rrënja e dyshit, nga ku sjell k-ja do të jetë e barabartë me 3. Ushtrimi 4. Kthej në formë racionale emëruesit e thyesave, thjeshto shprehen kur është e mundur. Rasti A, 1 përmbi rrënjën e 10-s. Zgjidhje. 1 përmbi rrënjën e 10-s është e barabartë me rrënjën e 10-s përmbi rrënjën e 10-s që shumëzon rrënjën e 10-s. Pra, emëruesi dhe numëruesi do të shumëzohen me rrënjën e 10-s. Nga ku sjell, rrënja e 10-s përmbi 10. Rasti B thot, 3 përmbi rrënjën e 15-s. Zgjidhje. 3 përmbi rrënjën e 15-s. Emëruesi dhe numëruesi shumëzohen me rrënjën e 15-s. 3 që shumëzon rrënjën e 15-s përmbi rrënjën e 15-s që shumëzon rrënjën e 15-s. Nga këtu sjell 3 që shumëzon rrënjën e 15-s përmbi 15 e barabartë rrënja e 15-s përmbi 5. Ushtrimi 1 thot, gjej. Rasti A, rrënja e 5-s që shumëzon rrënjën e 5-s. Zgjidhje. Rrënja e 5-s që shumëzon rrënjën e 5-s është e barabartë me rrënjën e 5 herë 5. Nga kjo të sjell, rrënja 25-s është e barabartë me 5. Rasti B, 7 rrënja e treshit minus 4 rrënja e treshit. Zgjidhje. 7 rrënja e treshit minus 4 rrënja e treshit do të jetë e barabartë 7 minus 4, 3. Rrënja e treshit do të jetë ashtu, do të mbetet 3 që shumëzon rrënja e treshit. Ushtrimi 2 thot, kopjo dhe proteston. Rasti A, rrënja e 6-s e barabartë me rrënjën e dyshit që shumëzon rrënjën e një numri. Zgjidhje. Rrënja e 6-s është e barabartë rrënja 2 që shumëzon 3, nga ku rrënja e dyshit që shumëzon rrënjën e treshit. Rasti B. Rrënja e një numri është e barabartë me rrënjën e 5-s që shumëzon rrënjën e 6-s. Dy numrat që jepën prodhimin e rrënjës e 5-s dhe e 6-s do jetë. Rrënja e një numri është e barabartë me rrënjën e 5-s që shumëzon rrënjën e 6-s, duke shumëzuar të dy numrat. Rrënja e 5 herë 6 është e barabartë me 30, pra numri do të jetë rrënja e 30-s. Rasti C thot, rrënjën e një thyese do të jetë e barabartë me rrënja e 5-s përmbi rrënjën e 7-s. Zgjidhje. Rrënja e këtij numri është e barabartë me rrënjën e 5-s përmbi rrënja e 7-s, nga ku sjell rrënja e 5 përmbi 7. Udhëzimi thot, përdor rregullin e fuqive. Ushtrimi 7. Faktorizo shprehjen më poshtme. Në pikën A jepet fillimi i zgjidhjes së tij. Rasti A thot, rrënja 12-s plus 2 e barabartë me 2 që shumëzon rrënjën e numrit plus 2 e barabartë me 2 që shumëzon shumën e këtij numri. Zgjidhje. Rrënja 12-s plus 2 është e barabartë me rrënjën e katrore 2 që dyshit në katror që shumëzon 3 plus 2 e barabartë me 2 që shumëzon rrënjën e treshit plus 2 e barabartë me 2 që shumëzon rrënjën e treshit plus 1. Rasti B thot, 9 plus rrënjën katrore të 54-s. Zgjidhje. 9 plus rrënjën e katrore të 54-s është e barabartë me 9 plus 54 shkruhet 2 herë 3 herë 300 në katror. Pra rrënja katrore të këtij numri e barabartë me 9 plus 3 që shumëzon rrënja e 6-s e barabartë me 3 që shumëzon 3 plus rrënja katrore e 6-s. Rasti C. 18 minus rrënja e 45-s. Zgjidhje. 18 minus rrënja e 45-s është e barabartë me 18.
minus rënjën katrore 5 herë 3 në katror e barabartë me 18 minus 3 që shumëzon rënjën e 5-ës e barabartë me 3 që shumëzon 6 minus rënjën katrore të 5-ës. Thot paraqitja e emëruesit si numër racional. Është në fillim i zgjedhjes së ushtrimit të parë për të shërbyer si model. Rasti A, 3 plus rënja e dyshit përmbi 2 do të shumëzojmë me rënjën e dyshit përmbi rënjën e dyshit e barabartë me 3 që shumëzon rënjën e dyshit plus rënja e dyshit që shumëzon rënjën e dyshit përmbi rënja e dyshit që shumëzon rënjën e dyshit. Zgjidhje. Kjo do të jetë e barabartë me 3 plus rënja e dyshit që shumëzon rënjën e dyshit në numërues përmbi rënjën e dyshit që shumëzon rënjën e dyshit në emërues e barabartë me 3 që shumëzon rënjën e dyshit plus rënja e dyshit që shumëzon rënjën e dyshit përmbi në emërues rënja e dyshit që shumëzon rënja e dyshit e barabartë 3 rënja e dyshit plus 2 përmbi 2. Rasti B thot 6 minus rënja e treshit përmbi rënjën e treshit. Do të shumëzojmë 6 minus rënja e treshit që shumëzon rënjën e treshit përmbi rënjën e treshit që shumëzon rënjën e treshit. Pra, numëruesin dhe emëruesin e shumëzojmë rënjën e treshit e barabartë 6 përmbi 6 e rënja e treshit minus rënjën e treshit që shumëzon rënjën e treshit përmbi 3, sepse rënja e treshit e rënja e treshit rënja e nëntës. Rënja e nëntës është treshi e barabartë me 6 rënja e treshit minus 3 përmbi 3. 3 që shumëzon 2 rënja e treshit minus 1 përmbi 3 e barabartë 2 që shumëzon rënja e treshit minus 1. Faleminderit për shikimin, bashkë më takofshim në orën e ardhshme. Mirupafshim.